Nëse edhe ju e përdorni kondicionerin në makinë, ka diçka që duhet ta dini me patjetër. Në disa vende të botës tipike të nxehta, shumica e automjeteve përdorin kondicionerin në shtëpi, në zyrë ose kudo. Edhe në makina shumë njerëz në rrugët e gjata ose pak të tilla zgjedhin kondicionerin. Me siguri edhe ju ndihmon për të krijuar një gjendje më të freskët, por ka edhe një avantazh të madh. Ai do ju bëjë të ndjeheni më rehat. Megjithatë, specialistët kanë disa këshilla për ajrin e kondicionerit në makinë. Ai nuk i bën mirë shëndetit, than ajrin, kështu që në vend të tij bëni diçka tjetër. Ai të mos bëjë dëme. Mbani parasysh disa gjëra bazë për eliminimin e ajrit. Rroba të lagura. Mbani një rrobë të lagur në makinë për të evituar thatësinë e tij. Flokët e lagur. Nëse i keni flokët e lagur, do të qetësoheni shpejt. Mbani kuba akulli ose shishe me ujë të hapur në mënyrë që të evitoni kështu edhe tharjen e ajrit në makinë.